një burr edhe një grua ta planifikojnë familjen e tyre. Çka do të thënë kjo? Që ata të planifikojnë të kenë 2 fëmijë, 3 fëmijë, 4 fëmijë, që ata të kenë fëmijë më vonë, se ka disa prej tyre që ende shkollohen, ende shkojnë në universitet. A lejohet një gjë e tillë? Nuk ka asgjë problem. Ne si familje mund të planifikojmë, po Zoti është ai i cili vendos. Se nganjëherë ne planifikojmë të kemi vetëm 2 fëmijë, a Zoti na jep më shumë fëmijë. Ka herë ne planifikojmë të kemi 5 fëmijë, Zoti nuk na jep fëmijë fare. Allah i ka thënë Kur'an, ne i japim disa familjeve vetëm djem. Edhe i japim disa familjeve vetëm vajza. Ndërsa disa familjeve tjera ju japim edhe djem edhe vajza. Por ka edhe disa familje që ne nuk i japim fëmijë fare. Pra burri edhe gruaja do të jenë të dytë gati që të kenë fëmijë. Edhe do të planifikojnë fëmijën së bashku. Tash, ka familje që dojnë djem, ka familje që dojnë vajza, e ke pa ne posaçërisht si shqiptar, mashallah, dem djem ti kemi ashtu, po kjo është një gabim shumë i madh. Ne do të më thanë gjithherë, sa herë planifikojmë ta kemë fëmijë, o Allah, na jep një fëmijë të shëndosh. Mos e vendosni mendjen atë jetë djalë, atë jetë vajzë. Qofse jetë djalë edhe nuk është i shëndosh, atëherë çka? Qofse është vajzë nuk është i shëndosh, atëherë çka? Ata dytë ta kenë mendjen rahat, se Allahu është ai i cili vendos se a do të jetë fëmiu mashkull apo a do jetë femër. Ne do të më thonë elhamdulillah, kur gruaja mbetet shtatzën, është me rëndësi që burri të jetë gjithhen pranë saj, të ndihmon asaj. Problemin që e kemi tek disa familje tona është kur gruaja lind fëmijë, edhe shumë prej nënave tona, motrave tona nuk e din ndoshta, ka prej tyre që kanë postnatal depression, depresion pas lindjes. Edhe çka është interesant, kjo ndodh edhe tek burrat, por më shumë ndodh tek gratë. Si është postnatal depression, depresioni pas lindjes? Nganjëherë kjo ndodh nga se gruaja ka histori të shëndetit mendor në familje, dikon e ka pas të sëmurë dhe përpara, ndryshimi i hormoneve, mos ketë mjaft support, mbështetje nga familja, krejt këto mund të ndikojnë që një grua të ketë depresion pas lindjes. Çka ndodh me atë depresionin pas lindjes? Disa raste, nëna nuk e don fëmijën e saj. Zoti na rujt. Kjo nuk është që ajo nuk e don, po kjo ndikon depresionit që e ka, ose shumicën e rasteve, ajo nuk e don burrin. Në psikologji thuhet ose ka urrëtie ndaj fëmijës, ose ka urrëtie ndaj burrit. Edhe nëse burri nuk është i mençur, ta kupton që gruaja është duke kaluar në një krizë mendore, ata mund të kenë edhe probleme të mëdha edhe familjare. Pastaj ndryshimi i situatës. A ke pa kur njeriu nuk ka fëmijë është ndryshe. Kur e ka fëmijën e parë, ata gjithëherë janë stres për çdo gjë. Apo han mjaft, apo flen mjaft, si t'ja bëjnë, se fëmija i parë nuk vjen me libër. A ke pa ne kur e blen një televizor, vjen libri, a guidebook, bënja kështu, bënja ashtu. Çdo fëmijë është tjetër nga fëmia. Pra njeriu mëson me provojë. Edhe kjo është momenti më në rëndësi që burri dhe gruaja të jenë si një ekip, si një tim, që ta ndihmojnë njëri tjetrin. Kjo është shumë më rëndësi, vëllezër të nderuar. Nganjëherë, Zoti na rujt, kemi edhe prej familjeve që Allahu i ka sprovu me fëmijë që janë me tmeta, ose fizike ose mendore, që janë si me thonë, me nevoja të kufizuara, po i thojnë tash. Me nevoja të kufizuara.
Kjo është një sprovë shumë e madhe për Allahut subhanahu. Edhe ne si familje, edhe ne si xhami, edhe ne si komunitet, ata njerëz që kanë fëmijë të sëmur, ne të gjithë do të me qenë në mbështetje të tyre. Jo ne të shkojmë edhe të shikojmë se cili fëmijë është i smur, cili nuk është, cili ashtu. Jo, edhe kur vinë xhami, se njerëz prej tyre kanë ardhur te unë. Kanë thënë imam, unë e kam fëmijën e smur, as nuk mujt vinë xhami asnjëherë, as nuk mund shkojnë në darsim asnjëherë, se kur e sjelli fëmijën, ai fëmia nuk din ndryshe. Ai do shta bërtet ose bën ndonjë problem, na më njëherë e gjykojmë nënën e fëmijës ose babain e fëmijës. Jo, ne do të jemi mbështetje tyre, që edhe ata të kenë vend tek ne. Pra edhe ato nëna që kanë fëmijë të vogël, ne inshallah në të ardhmen do t'ja bëjmë një vend edhe për ata fëmijë. Pse mos të vinë edhe ata? Se edhe ata janë pjesë e komunitetit ton, pjesë e xhamisë, pjesë e familjeve tona. Pra ato familje kërkojnë mbështetje edhe i lumi ai i cili i ndihmon ato familje që kanë fëmijë të sëmur. Ju e dini, më të vjetrit po edhe ju, kur njeriu e ka një të sëmuar në shtëpi, tërë familja është e smur. Ashtu ashtu? Mu më kujtohet kur baba im ishte i smur, tërë familja ishte e smur. Po para mendo kur e keti një evlad, Zoti na ruaj. Edhe ajo është i smur për tërë jetën. Për prind, a është letë? Nga njerë ai prind do shta ta thot një fjalë të randë. Ai baba ose ajo nën nuk dohet mu hidhru për atyre njerëzve. Që ata janë duke kalu i naf me ato problemet familjare që i kanë, ne do të me mbështet ata. Kur gjon qofse nuk mund të bëjmë një telefon, a ke nevojë për diçka. Ne jemi këtu për ty. Që ata me të vërtet të ndjenë që ka njerëz që i mbështet ata, ka njerëz që i ndihmon ata. Qofshin, si thash, edhe në xhami, edhe në familje, edhe në komunitet. Pra, mos u përqendroni se a është djalë apo është vajzë. Mirë, po gjithër lutni Zotin, o Allah, inshallah një fëmijë të shëndosh edhe një fëmijë të hajrit. Apo, se nga njërë fëmija i shëndosh, me të qilu haram, me të qilu që shkon rrugët gabuar, a i të hanë për së gjalli. A është ashtu fëmija i keqë. Kështu që gjithëherë këto dy lutje i bëni. O Allah, inshallah një fëmijë të shëndosh, edhe inshallah bëhet i hajrit. Që i ndihmon familjes, që i ndihmon shoqërisë, që i ndihmon komunitetit, shtetit e kështu me radhë. Ju e dini vëllezër të nderuar, që ajo nën, një grua, në atë moment kur lind fëmijë, a di që ka thënë pejgamberi alayhis salam? Një grua e cila lind fëmijën e parë, a është lehtë ajo? Ju tërë që jeni të martuar, pejgamberi alayhis salam po thotë, krejt gjënahet që i ka bërë të kaluarën në atë moment që ajo e lind fëmijën janë të falura. A di pse janë të falura? E din, kur lind motra, nëna, vajza jonë, e lind fëmin, apo? A merr ajo pushim një javë ditë, 2 javë ditë? Po me njëherë fëmija kërkon mbështetje nga nëna, të jep gjithëdhënie, kujdeset për të. Do me thënë, nëna nuk ka pushim kur. Ne si prind, si babë që jemi, shkojmë punë, them, ka lind djali, dua një javë pushim. Nëna, a mund ta bëj atë? Merret fëmin kur çdo një javë ditë dua të pushoj. 9 muaj e kam mbaj në bark me tërë ato vujtje. Ju që e dini që keni fëmijë e dini këtë. Edhe në atë moment që lind, ajo prap vazhdon të kujdeset për te, domethënë nëna kujdeset për fëmijën e saj prej momentit kur lind, derisa nëna jep shpirt, ajo kujdeset për evlatin e saj. Per atë, pejgamberi alayhis salam edhe feja, a di çka thot? Me qenë title, me pas një titull pejgamber, profeti i Zotit, apo është big title, një title i madh në fenë islame. A din çka vjen pas pejgamberit që është i zgjedhur i Zotit?
emri më i bukur pas të qenurit pejgamber është të qenurit nën. Kjo Allahu e ka përmend nënën shumë herë, kur Allahu e krahason mëshiren e tij, me na tregu neve sa i mëshirshëm është Zoti, qysh me na tregu neve, Allahu e merr për shembull aty kënd, e merr nënën. Thot, e din nëna sa i mëshirshëm është ndaj evladit, që na ta kuptojnë, nuk ka më për afër tek mëshira e Zotit se sa mëshira e nënës ndaj evladit ose fëmijës saj. Pra lind fëmijë, alhamdulillah, edhe është shumë e rëndësishme që burri i saj të jetë pranë saj, posaçërisht me fëmijën e parë, posaçërisht në ato muajt e parë të lindjes, siç thash, gruaja se është ndryshim i hormoneve, ndryshim i trupit, ndryshim i mendjes, ajo kur s'ka pas fëmijë nuk mund për të fjetur, do të ngritet çdo 2 orë. E dini se si janë ato gjëra. Pra familja e posaçërisht burri do ta mbështes atë shumë posaçërisht këto ditët e parë. Se pastaj kur vjen, ju ka ndodhur juve fëmia i parë pak ishte një ftofje drejt spital, apo diçka drejt spital. Pastaj kur vjen fëmia i dytë e i tretë, hajt se i kalon atin, po fëmia i parë është gjithherë më vështirë. Pra planifikimi i familjes që të kesh 1, 2, 3 fëmijë nuk ka të keqi, duke ditur se nuk jem ne ata që vendosim, është Allahu, po ne mund planifikojmë. Apo? Edhe ne që kemi dëshirë me pas djem ose me pas vajza, unë e kuptoj. A e kuptoj se cili prind ka qef me pas djalë, ka qef me pas vajzë, unë e kuptoj. Mirë po, vallahi për ju them këtë, i lumi aj që Allahu i ka jep vajza. I lumi aj njeri që Allahu i ka jep vajza. Në qoftë se aj i rrit ato vajza, 1, 2, 3, sado, i rrit edhe ato bëhen nëna, nesër, pejgamberi selam ka thënë, ajo vajzë do jenë mburoj ndërmjet prindrit edhe zjarrit xhenemit. Imagjino, veç imagjino, na krejt kemi gjinoha, mashallah, apo? Edhe ty të ka shkruar me shku, tiketën e ke me shku atje në zet, apo? Edhe në ditë gjykimit vjen vajza, thot, o Allah, kjo është baba imi i cili më ka eduku. Kjo është nëna ime e cila më ka edukuar, edhe të merr për dore, edhe të largon prej atij vendi, edhe të çon në xhenet. Kështu mendoni. Nën 2, kur ju plakeni që jeni më të vjetër, kush kujdeset më mirë ndë juve, djemt a vajzat? Bënë real, vajzat. Djemt në atë moment që martohen, s'kemi djemë më. Finish. Po vajza, a është e martuar, a nuk është e martuar, ajo nuk jap dorë prej prindve të saj. Pejgamberi selam i ka pas 4 vajza. Edhe ai ka qenë babai i vajzave. Edhe i lumi ai i cili ka vajza. Mbani mend që për ju them, elhamdulillah, se vajzat nuk është edhe let me i rrit ato. Vajzat është më vështirë me i rrit se sa djemt. Apo? Edhe njeriu ka më shumë gajle, më shumë probleme me vajzën, si po rritet, ku po shkon, si po kalon, kon po e marton, apo rahatohet, s'po rahatohet, nuk është let. Pra në qoftë se Allah ju e vajza, mos u bëni prej atyre që kanë qenë kaluarën, edhe që Allah e ka përmend Kur'an arabët, ka thënë kur ju ka jep atyre lajmi që kanë vajzë, ju kanë nxirr fytyrën e atyre nga mërzia. Lajmi kur ju ka jep që gruaja e tij ka lind vajzë, ju kanë nxirr fytyra. Allahu na ruaj. A di që ka pas edhe për shqiptarëve sa për tyre? Inshallah tash me gjeneratën e re nuk është ajo, po përpara ka pas plot për tyre, Zoti na ruaj. Pastaj më vonë shumë për tyre i kanë ra pishman, ka thënë sikur se djali më ka dalë në rrugë gabuar, vajzën nuk jam kujdes për vajzën sa jam kujdes për djalin. Pastaj kur është plakur, djali ka shku në rrugë gabuar, ka marrë gruan, ka ikur, s'kujdeset për babën, s'kujdeset për nënën. Kush kujdeset? Kujdeset vajza. Thot tash jam pendu.
se sa I kam ble djalit kur si kam ble vajzës. Vajzën gjithëherë kam anashkaluar sikur është fëmijë tjetër. Mos e bëni këtë gabim. Mos e bëni këtë gabim. Sa janë në kulmin tuaj, jetojnë shtëpinë tuaj, si djali, si vajza, keni kujdes si I trajtoni ata. Mos gaboni me bë dallime ndërmjet djalit edhe vajzës. Mos gaboni. Unë e dini kam përmend këtë edhe të kaluarën. Inshallah mentaliteti jo ndryshon. Që vajzat kanë hise, vajzat kanë të drejta, vajza ime ka të drejtë tek unë që shka dhe djali. Këtë Allah e ka përmend në Koran. Bane men. Dikush, unë e kam përmend një herë këtu, qoftë ju kujtohet, mashallah disa po si dhëndri ashtu. Jo, unë e di ligjin e Australisë. Çka do që tilen vajzës, leja vajzës, nemen vajzës. Askush nuk ka drejt në atë pasuri përveç saj. Kjo është shumë më rëndësi, kjo ka ardhur në Koran. Po posaçërisht kur janë hala pa martuar, edhe janë jetojnë me ty. Sa prej vajzave mu më kanë thirrur, babai I blen djalit Rolex, mua asgjë për ditëlindje. I blen këtij ashtu makinë, mua hiç. Si ndihet ajo vajzë pastaj? Edhe pastaj kur plakesh ti e kërkon vajzën, se djalin ku ta gjesh? Keni kujdes, se Allah subhanahu wa taala nuk I don ata të cilët janë të padrejtë. Ka ardhur një njeri te pejgamberi alayhis salam. Ky njeriu I ka jap tokë një prej djemve të tij, një prej fëmijëve të tij. Edhe ky fëmija thot, nuk dua ta marr derisa të jemi sigurt që kjo më takon. Edhe u shku te profeti alayhis salam I ka thënë, këtë tokë ja ka lënë filanit. Pejgamberi selam I thot atij, këtë pasuri që ja le këtij djalit, a ke fëmijë tjerë? Po I kam edhe 4-5. A I ka lënë edhe atyre të njëjtën si këtij? Jo, ka thonë ktheje mrapa se kjo është zullum. Kjo është padrejtësi. Ose ju lej të gjithë njëjtë, ose mos ju le asnjëve. Kjo është drejtësia e Islamit. Kjo është drejtësia që ne duhet ta kemi ndaj fëmijëve tanë. Kur njeriu nuk ka të drejtë, nuk bën drejtësi në familjen e tij, atëherë çfarë drejtësia ai bën jashtë? Pejgamberi selam ka thënë, në ditën e gjykimit, njeriu do të jetë në hijen e Allahut, kur do jetë shumë nxehtë. Njerëz do të djersiten deri këtu. Një prej njerëzve që do të ketë hije edhe ujë ftoft, thot ai njeri I cili është I drejtë. El imam el adil, imami I drejtë. Imami do me thonë kryetari I drejtë. Po kryetari jo vetëm kryetari I shtetit, po edhe kryetari I familjes, I zoti I familjes, nëse është I drejtë ndaj vëllezërve, familjes së tij, edhe ai e ka të njëjtën merit, do të jenë hijen e Allahut në atë ditë kur nuk ka hije tjetër. Pra shumë e rëndësi prej fillimit, kur të lindin fëmijët, prej atij momenti ne do të më treguar të drejtë ndaj tyre. Dikush thot po e kam një ma fejvë se tjetrin, apo? Një dua ma shumë se tjetrin. Keni kujdes mos e përmendi këtë para fëmijëve. Kjo është turp, kjo është tash çka ke ti në zemër, është diçka tjetër. Po mos gabon me thënë, na këtë e kam ma jaran, ma shok se sa këtë tjetrin. Si ndihet ai tjetri pastaj? Të krejt ata kanë të drejtë se të kanë babat, kanë nën. Dhe thot e kemi bosh mos sjell mirë ndaj tyre, e lut Allahu subhanahu wa taala që të na bëj prej atyre që jemi të drejtë ndaj fëmijëve tanë ya rabbal alamin. Na bëj prej atyre